Deklaratat e kryeministrit shqiptar Edi Rama gjatë një paneli në Abu Dhabi, ku ju drejtua gazetarit greko-amerikan John Defterios, shkaktuan reagime dhe debate në mediat greke. Rama i kishte thënë gazetarit pas një keqkuptimi me emrin e tij se Greqia nuk ka monopol mbi filozofinë dhe nuk është trashëgimtare drejt për drejt e Platonit dhe Aristotelit, një koment që u interpretua si sfidues dhe i papërshtatshëm nga disa analistë në mediat në Athinë. Kryeministri grek ka zgjedhur të qetësojë situatën duke thënë se e njeh mirë Ramën dhe mënyrën e tij të shprehurit. Shpesh i shpëtojnë fjalë që nuk duhet të thuhen. Të herë bëri një gabim dhe e kuptoi. Deklarata ishte e pafat, por është korrigjuar, tha Mitsotakis, duke bërë të qartë se nuk dëshiron që një situatë e izoluar të tensionojë marrëdhëniet mes dy vendeve. Reagimi i Mitsotakis vjen gjithashtu edhe për të shmangur keqkuptimet dhe për të ruajtur dialogun mes Athinës dhe Tiranës, sidomos në një moment kur bashkëpunimi ekonomik dhe kulturor mes dy vendeve ka rëndësi. Rama nga ana e tij sqaroi më parë se komenti i tij ishte thjesht humor miqësor dhe nuk ishte qëllim tendencioz. Ai po ashtu theksoi se tonet e tij nuk synonin të nxjisnin polemika, por ishte pjesë e një debati kulturor dhe historik më të gjerë.